Përshëndetje të gjithëve. Jeni me emisionin Mrena Jashtë. Është emisioni ku sado që mendoni që jemi mrena, jemi kogja jashtë. Por bash atëherë kur jemi jashtë, jemi mrena. Nesi. Me mu, Shëngyl Ismaili. Mirë se vjen. Mirë se gjeta. Aktore, aktiviste, ekfjelt. Shumë. Kjo është ma shumë se Nuk i thot punës jo kur. Hiq, asnjëherë. Prej aktorëve të pakta që i ka rezistu forcës së prapambjetjes kulturore e artistike. E guximshme, por jo edhe aq e guximshme kur vjen puna me vëzit kjerën. Se? Pse piton këtyne lavdatave mi njerë me këtyn diçka në qka si me guximshme. Pse? A shumë? Qëre tash, guximi jo sen interesant. Jo me guximshme për shumë sene njëtë. Jo masi tipi që s'menoj 2 herë për me thonë diçka po edhe mi shku qasaj rrugë. Po që te kjeri, hiq. Dhe me thonë kom pagu dhe para prakisht, më ka ndodhë shumë a herët, autoshkollën që veç të isha në shtapar jam shtin me shku, që i kom ja parët, po jo, se di. Dhe me thonë kisha jetu në aeroplan, po pri kjerit e kom një farloj fobie, edhe unë e kom problemin të unë. Dhe me thonë, nuk i besoj vetës me ka polan, në zdi pse. Qa dhe? Te ke fundit ti je aktore. Si sa aktoran kështë den me vëzit, kështë mund është me vëzit. Si s'buash kështë dena, kupton. Jo veç tani më s'pondodh kishe pelëndoj në ikone, po del për një meq aty e kom dertin. Kjo edhe mund. Qa e mundet më konë një kishe me aksident, një kishe lëndim. Po, një kishe shallan xhenet. Edhe një kishe... Po, kur që s'është e? Për Meraklin. S'dukas për Meraklin. Shëngyl. Urna. Cili është dallimi mes fansave që të njohin si Kumria nga shtëpia Hagës, ose Mafia në pranë me Tupan, dhe atyre që të njohin si Sheribania që këtë arkadoka thrasin bëni. Ku sa moti. Ama bukvalisht janë 3 lloj njerëz, kategorive të ndryshme të njerëzve. Do me thonë, ajtë po fillojmë pri bonit, së është shumë ma herë, sa e pata kry fakultetin, do me thonë ka qenë, jam talencio ma hi, 6, 5 nëse s'ka bëj, se 4, faleminderit, se ma boni me dorë, se kishe më s'po po, ama më kallzoj. Po që 2 atë kom lujt, 4 edhe 6, po kom harut se shumë mati. Aty ka qenë, Dodona ka qenë i vetë me i teatr që ka mujt me ofru në qatë kohë. Vetë në sen ku kanë mujt publiku më ardhë me qesh, ka qenë Dodona. Mi pa aktorët live të lujt edhe. Unë menoj që në qatë kohë në Dodonë, kër e kemi japë shfaqen, kanë qenë krit kategoritë e mundshme në një vend. Krit llojet e kategorive të njerëzve të fansave kanë qenë të përzim në një vend, se kanë pas mundësin me pa, atëre shumë pak është danë hapsina për krejt neve, si në televizion, si ku të qoftë, edhe natyrisht që për publikun ka qenë shumë interesant me pa ti dikon që e donë me pa qash afer. Por dhe sa sot ullësh pim kafe, ku pin krejt edhe, është më ndryshe sot. Po dalim te Mafia. Te Mafia është një kategori njerëzve që nuk e këqyrin Kumrin në shtëpinë Hagës. Po unë moj me thonë që prej aty edhe kom fillu me u njoft ma shumë. Ma shumë se sa prej bonës në teatr, në Dodonë. Aty kom fillu me e marrë, që me thonë, me ungrit si aktore. E për mu ka qenë shumë interesant se nuk isha mësu, ashtu me mnal njerëz në rrugë, mësë më mujtë me hec, pri njerëzve, të mnal mafia. Une më kujtohet si sot ka qenë i farkante e t'lynit, na përpara kemi përdor t'lyn, edhe ka qenë një gru me dimia, po edhe ajo të e majt një kant. Edhe gjysh kur e kom pa kupton. Që kjo është? Që kjo është, diçka kite kundërt me Shëngyllin, që kur njës ka vesh dimia. Mas ne theksin? Theksin e kom marrë pri Lapit, për ndryshe unë shumë kom qef me shku atje në Lap. Mami prej ardhjen e ka pri Dumnicës, pri Lapit, edhe unë shumë i dua ta njerës. Dhe thonë, në asë një mënyrë, asë njëherë nuk jo mundu me përqesh mu për kundrazi shumë më ka pëlqy forma se qysh flasin, edhe thjesht e nivave e pash vetën që po muj me e kap si tek si akcent edhe që ata e kom përdor. Ama, po mdo këtë pak është edhe mungesa e internetit edhe mungesa e qasis së njerëzve që lujnë të meshmin me thonë
Që kjo po bën hajgare. Në atë kohë nuk ka pas, në atë kohë është shiu humori. Po, qysh jo është, E kanë shiu. po dhe humori ka qenë shumë më ndryshe se që është sot. Definitivt. Ka qenë pak më i rafinum, pak më i siton, jo gjithçka ke mujt me fol. Edhe njerëz më shumë kanë keshën me situatën se sa me vetë fjalën. Përderisa sot në një pjesë të konsiderueshme të humorit nuk ka situatë, ka fjalë. Edhe njerëz qeshin me fjalën jo me situatën. Gjithmonë është më vështirë edhe në teatr kur bëhet një shfaqje komedi. Ideja është me të shti me qesh situata, jo teksti. Po më që atëre mundet me uqujt, që me thonë, komedi e mirëfillt, kur qesh me situatën, jo me tekst. A ndjen ndonjëherë që je duke aktru edhe kur nuk je në teatr, për shembull, kur dikush kërkon shërbimet tuaja pa pagesë. Këto shërbimet e mia pa pagesë i kom bosh shumë gjatë. Për me jam për atyre njerëzve që gjithmonë kom pas shef me u ndihmu, sidomos regjisorëve të rinj, regjisoreve, çfarë të projektit vogël që fillojnë me nis. Sepse ata dur më kap dikon, si unë, si krejt që kemi fillu që ashtu si caca, tu hec. Po këto shërbimet e mia pa pagesëve që unë kanë marrë fund me thonë viteve të fundit, bile tepër e kom zgjatë mendoj. Sepse jo gjithmonë ndihma vlerësohet. Jo gjithmonë, po me thonë ashtë 90% rasteve nuk vlerësohet. Edhe unë nuk po shkoj turi, nuk po shkoj tu plak, kështu që secili prej neve kena nevojë për financa, dhe kur ti e ndan kohën tonë, cila kohë shumë e çmush, me këta e kupton me vjet. Tu kalu vjet e kupton sa përpara unë për veti si shëngyll se kom vlerësu kohën tem shumë. Edhe kohën tem ja kom jap krejtve. Domethënë, veç për veti kur s'kam da kohë. Pishmansi? Jo, absolutisht, se unë menoj që ajo periudhë e jetës tem që ka zgjatë, po më ka mësu shumë sene, ka qenë shkollën vete. Edhe tash ti mbri në një pozitë ku din çka është mirë, din me dallu të mirën edhe të keqen. Jo që se kemi dallu në rini, po është më ndryshe. Për çfarë thonë me rini, gjithçka është më e lehtë, edhe te i kalon më lehtë. Mandej kur e mbri një moshë, veç senet ndryshojnë dhe ti fillon me bëni far klasifikimi. Kujt vlen mi ja jap kohën edhe kujt nuk vlen. Edhe tash unë nuk jap kohë. Jo që s'ja vlen me jap kohën, po... Koha jam më shumë e vlefshme. Për me jap dikujt që nuk mendoj që e meriton kohën tem, si dhe nuk punoj pa pagesë më. A është më vështirë me lujt dramë, apo me u bo kishësie të e ditë që personi përballë teje është të trajtë në sy? Ndroj ku më se të kapi. Të elaboroj që të një herë. Pra, Edhe një herë. a është Katë edhe një herë tani këto e prinin. Haj? A është më vështirë Po, me lujt dramë, okej. apo me u bo kishësie të e ditë që personi përballë teje është të trajtë? Në një situatë fare do shok. Kjo pi bjen tragikomedi, ma thëni. Është një farë tragikomedi e Po, vete. paka shumë. Cila është më e vështirë? Ma e vështirë është e para, Drama. me luj dramën, po. Sepse dush me qenë shumë, që me thonë, dush me ndjeshëm. Përderisa që e dyta, se po pritoj edhe me zgjatë qyshke, me këqyr tjetër në sy, me të këqyr sy, ty tani ti, me anis me këqyr, me dep, dishka. Me u bo kishësie të e ditë që personi përballë teje është të trajtë. U bo kështë si të dyqyre. Ajo është shumë shtirë. Për shembull te unë, sytë e mi flasin shumë. Dush me lujt ato kështë, po! Sytë e mi flasin shumë, edhe shumë njerëz edhe që m'njohin, veç pak me mjoft, e din momente caktume pa fol, qysh po ndjena në një vend caktum. Njerëz që m'njohin, se më flasin sytë shumë. Edhe unë shumë e kam problem se sytë më tregojnë, ma se ne që unë s'jam tu të besu heq. Do me thonë, Por, përveç që më tregojnë sytë edhe jam një njeri që bajegi kështu jo me drejt për drejt. Okej. Që jo gjithmonë është mirë. Ka njerë jam të sana që dush me më shelë sytë. Normal. Po, jam shumë e drejt për drejt, tani jam gjendja, nuk ja bëjnë ashta bash koran, po ja jap një shembull qysh dikush një herë dikon që shtu ka adhen edhe tani ka menduar. Çka ka dhënë një rast, u konë që shtu një grup pikërisht çashtu, adhen. Po, që ajo kur të marrin për ajtë po shprejna keq, jemi në televizor, po kur marrin Okej. Për budall, unë e kom shumë pikdopt. Po, Unë ma shumë e duroj të vërtetën sa do që dhem me vërteta gjithmonë, rënën s'me me falë edhe s'me me përballu heq.
Cili nga shumë role që i ke realizu gjatë karrierës tënde, të gjatë, si aktore, jo, më falë, vesh një sekundë. E ke kalu një më naltë. Prit, një ma poshtë. Nëse, Çengël, nëse drama është reflektim i jetës, a jeti vetëm një pasqyrë e thyer e Ministrisë së Kulturës? Jo, unë mendoj që më një pasqyrë e thyer e qeverisë së Kosovës. Komplet tash prej vitit 2000? Mhm. Se unë mendoj që ata dy janë bashkë, kështu që çka do që lidhet me ministri, lidhet edhe me qeveri. Ai ka pak fajt Edhe unë mendoj që këtë komuniteti artistik jemi një pasqyrë e thyer e Ministrisë së Kulturës e qeverisë tonë të dashur. Jo veç të kjo, edhe ajo më herët që kone, dhe sigurisht edhe e radhës kushdo që vjen. Krejt. Ne ma gjyqysh, jena një farbire e fundit e kavallit që atje, hajtë se gjina që aty pak, një cop ashtë. Është momenti kur mundesh me thonë krejt asaj rrugë jem edhe nuk je, atë nuk e ki gabim. Sa do që s'ka lidhje, që s'lidhet, krejt asaj rrugë jem. Çengël do më thonë patentën e shoferit nuk e ke marrë. Jo, heq. Edhe nuk e ki njetë me marrë. A dhe qysh, para një muje, diçka s'di u bona nervoze qështu, ta njeta më shkon me taksi ose në autobus, edhe shumë u bona nervoze, unë e kom shumë pikdopt, e kom shumë të rëndësishme një jetë me mbrin kohë dikon. Edhe e kom shumë mërzi me u vonu, edhe milion njerës me mprit. Zakonisht unë pres njerës. Edhe qështu mu vonu taksi, edhe thash, drejt që thonë këtë edhe kesh që gati mu bind, që ka ardhë koha në 7 orë. Këtë me një 7 orë tonë. Me gëzu edhe me thonë qëre para prakish për tja pare, të avancë, apet. A daj të po kështu. Dështimi radhës. Të presim. Okej, Çengël, tash, besoj që testet në ashta edhe i ke pa, kështu testet e autoshkollës e krejt. Ku për më që shka do me më qitë me më Une po du me të pytë, në foton që kime pa, besoj edhe me montajë që jesim dikun qëtu, s'po di qëlenon, po si do që të jetë. Në këtë udhkrysh, Çengël, kush ka për parësi? A moj veç pak se me plak, Po, lutem. pak më ngat me afru letre. Shkoj sa të duash. Këtë thot. Ha, unë mendoj që këta dy, do më thonë edhe keret nuk e janë fajde. Vetura e verdhë dhe vetura e Vetura e gjelbërt duhen me prit për me kalu vetura e kuqe. Do me thonë big time një mgullë. Po m'vjen keq me tregu, aty ka për parësi kush do që është për gut. Që pse se marrë, Lena, edhe përgjegjës. Veç del një si ti dhe me në qafë. E kom edhe një rast tjetër, është rasti dyti udhkryqit. Mere, shikoje, analizoje dhe të regom kush ka për parësi në këtë udhkryq. Qa që kjo e kuqe? Ai është një këmbësor, i cili po pret me alëshu rrugën, për si alëshon rrugën a i kur. Këmësore. Kush ka për parësi, këmbësori? Po. Me e të shikoj edhe njerë të vërtetohen? Vjen keq Çengël, edhe në këtë situatë, për parësi ka ai që është për gut. Çengël, në Kosovë. Jo, s'munën më konkret për gut. Konkret ata që janë për gut kanë për parësi, s'ka lidhje rregullat e trafikut. Gjithmonë janë të njëjta. Veç që shto mundesh me marrë patent shoferit. Unë mendoj që veç që Se u bona pak nervoz, se Çengël do të më di çfarë. Shumë interesant se që kjo po lidhet me diçka, po masanej. Okej. Që kjo, e jo të janë. Hajde. Qa kesh të thonë be? Ketu anku që se di të përgjigjen. As ka, qërë bese di të përgjigjen shqiptari mi njerë edhe më edhe më Ketu anku që unë u bona nervoz. E ndonë angush, jo heq. S'ka përgjigje të gabume, e dinte. Me dashtu në 1+1 bojnë 3 për shamull. Qa ki me bote? Jo, unë s'kam qa bëj. Heq, që për mu ka këmësore, edhe tash qa? U kry, këmësori ka në ato momente. Për që ata po thëmë që edhe je sakt, po edhe je gabim. Se ke mujt mjallë që këmësorit rrugën? Kur që kur kuj? Unë i dashta këmësorit, që? Kry, ta bon këmësorit, fajmë dirë. Une, tash në këtë pjesën e trafikut, po e kalojmë, se s'ka rëndësi, shqyqyr që është trafiku urban, taksi sa dush, po më intereson, nëse aktrimi është një farë lloj përshkrimi, nëse përshkrujmë aktrimin si të jesh dikush tjetër përkohësisht,
A ke provu në herë me konë një gru me kredi pa interes? Qyra ato nuk kom provu, po jëm të e përjetu. Pa interes, a? Ama unë me interes. Dhe tash më s'ke provu në herë më do, kështu Pa interes, jo. A thu qëshish do, kejt qel. Që qështu? Bash. Si bas. Bash. Qëtu na i gjena, na i sen. Ama qesh tash, unë e po besoj që te je kredi pa interes. Që mu mbinde. Qështu që shjo mula? Se mbas në kredi, visht kanë rejt. Shëngër, ke lujt në teatre me qindra herë. Nëse për çdo duar trokitje që ke marrë prej publikut, ish përkthyn pare, sa pare i kështë pas sot? Nuk e kështë pas atë kredi që e ki, a? Jo, atin kur më kishtë e ti, kësha thonë, nuk po, Nina, mirë, Karaibe. Nuk po dëgjosh. A peshe. Le duar trokitje, po falenderime sa kom. Vish ka 50 cent me marrë për se cëllën është ballë. Por që ato s'ka më kur gjo papages. Falimderit jena ngi. Bash. Kem nevoj me jetu edhe na pri profesionit tonë. Ja, bro, s'ka nevoj. Nëse, Hajde. Shëngyll, nëse zhurma e mos vlerësimit do të kishte ngjyrë, çfarë ngjyre do të ishte? E bardh. Elaboro. Kur gjo? Bardh. Nada. Ma shumë Shama. zi. Jo, jo të mos të shpesh. Qashtu mu merdh e bardh, ave që bardh ishka, a ki pa kur të këshyr dikush edhe që e shre që e ka menjën dikone veç këshyr bardh. Vret që e njëre pasor. Vret që e njëre pasor, që e njëre kërjarë që e menam. Jam pasor, po temperament. Po edhe kur ka nevoj me sjell. Jo, ama ka pasur ase që e kom nalë vetë. Po, përshem. Që tu vret një aktorin. Jam temperament. Që se merë vesh, kur ka do me sjell. Jo se s'marr hez, që është ma e keqe. Nuk ma shë hezin. Mi që është dishka. Pa, ninja. Cili është ushqimi që ta kujton atë kohën e projekteve pa pare? Nën A, qepët, nën B, pite me hitha, apo nën C, buka e thatë? Nën që, bureku. Patëm burekun? Se ka qenë, jo, po unë e ta shtova. A thash unë me dash 1 + 1 bojnë 3. Ka talë se menova, po, bureku me siguri që jeni shoqëru shumë me bureku? Po, shoqëru si i zakonshëm i aktorëve ka qenë. Pjesa më e rëndësishme e ushqimit. Kushtet kanë qenë shumë të rënda dhe nuk kur ke qenë jashtë na jemi mësu përpara ka qenë 3 ditë me hongër shpe. Edhe s'kemi pas shumë restorane ku mundesh me dalë, kemi mujt mi numru ngishta. Edhe kushtet natyrisht që s'kanë qenë të mira. Edhe kur kemi ndajt shumë gjatë në prova, do me thonë, s'paku për vetëm po flas. Ka qenë bureku shoku i më i mirë. Nga pamja, kështu, po munona me qëllu. Hajde. Me djathë? Yes. A është e vërtet që aktorët në Kosovë e masin suksesin jo me çmime, ose jo me sa ka bo buj filmin në të cilin ka marrë pjesë, por krenarin edhe suksesin e matë me sa herë i ka lyp me lujt me naj role që se ka pranu? Ka loj aktor. Nuk ka shumë që si. Që si dytë? Që si dytë, nuk ka shumë se qëre, nuk të najën të pak ata që refuzojnë. Qa me refuzojnë? Kush këtë me refuzu? Qa do me bo tani, hajnë? Qëre të najën edhe hakmarsat, ndaj. Jo krejt, po një shumic janë hakmarsat. Janë hakmarsat, në qëfë se ti thu njëherë jo, që me plot drejt, mund është me thonë jo, sepse unë për shambull tash nuk ka ba, e ki kohë nashta që s'kom gjiru film ka 2 vjetë. Po më një film metrajë gjatë, shkurt kom gjiru para disa mujve po. Po nuk po du me luj gjithë shka. Jo që e kom unë e luksin e financave me thonë jo, po e kom luksin e kohës tem, moshës tem, karierës tem, karierën që e kom ndërtu me shumë unë dhere këtu ku ka marrë sot, që nuk ja lejoj vetës me luj diçka që nuk zgjën të une. Duhet me zgju diçka të une, s'po di që me thonë, duhet me qenë sfiduse. Nuk po muj ma mi lujt role që mundet mi lujt gjithë kosh. Që mund është me marrë dhe një statist që ta shumë filma po punohen me 3 që se kanë kryu aktrimin heqë dhe janë fantastik. Thjesht ka nevoj, unë kam nevoj me më sfidu pak. Dishka me më lëvizën lukët edhe me pasat tremën para kamerës dhe thu qysh ko me realizu qëta. Po
Unë e kam këtë luk, sepse unë se kam domosdoshme brenda vitit mi xhiru 2-3 filma që kam pas më herët. Shumë thjesht, nuk kam çka me u dëshmu mo edhe kush don me punu me mu jam që to. Mire me i vesh, okej, nuk mire me i vesh, është shumë fajn, ecim tutje. Që i kini milion euro folim që si ki mos më Po normal, edhe te financat sigurisht që duhen me u ndryshu shumë sene se është e tmerrshme. Po, trit i kuptoj që nuk refuzojnë, sepse tutën. Po, normal. Sepse te na dinë edhe mos me tirë mo, mëndej. Ti s'po m'vjen mua, unë nuk tirim. Për fund, Shengül, një mesazh për të gjithë ata që nuk dëshirojnë të bëhen aktor. Shumë besë, qysh me e thonë vërtetën be tani? Më vjen gjëna për tyne. Sa ma direkt për direkti që ka thonë? I kuptoj. I kuptoj në dy anë. Edhe ja u kuptoj dhimtën. Që doni me u tërhjek. Po në anën tjetër edhe kuptoj, sepse njeriu duhet me jetu. Edhe tu e marrë parasysh e falem sa pak vlerësohet arti në Kosovë. Unë i kuptoj. I kuptoj se ata i shohin shokët e vetë në kafiqe atu punu. Që kanë qenë që janë veç pranum në fakultet aktrimit edhe është problem me jetu. Po është dhimt masa nej për ta, sepse Kosova menoj që ka shumë aktorë të mirë. Seriozisht po, pa dallim. Janë një duq i madh i aktorëve të mirë. Ku dush qoj në përbot, ata kanë me des. Pse? Se na kena shumë historia mrena vetës. Nuk jena një popull që gjithçka i kena pas shumë flet, edhe kena jetu në lule. Jo, na kena përjetu gjithçka. Për që ata pi aktorëve kosovarë është shumë let me nxjerr çka dush. Nxjerr dramë, nxjerr tragjedi, nxjerr komedina i kena këtë mrena, këtë me sy i kallzojnë. Nuk i kena shumë regjisor, thojmë për aktor Kosovës, nuk i kanë sytë e zbrast kur i shohim, sepse edhe kur shkon në audicion, kryesisht fokusohen, jo në që ato që ka po e thu, po fokusohen në sy. Se sytë janë që ato që e pasqyra e mrenshmja që i qetë krejt jashtë. Edhe të thonë që i kena let me punu me aktor kosovar, sepse këtë i kanë në sy, i kallzojnë në përmjet syve. E mdhimën. Shumë knaqësi që të kisha në studio? Po. Një sekund. Po. Qëre, a di që thash po lidhët, që kjo që letra që e gjujte më herë. Që e gjujta për lokën? Po. Edhe bili pëlqej. Pse? Qka së më pëlqej është pse Roma s'ka uqet edhe s'po shihet në ekran, po për ndryshe studion e pas ke cakër, si loqk. Ama, nuk po vjen era Prishtinë. Qysh po më? E kom përshtypjen që jam jashtë Kosovës, për shembull. Qa përdi jam në Evropë dikon, me një gazetar i cili po qep po rastis ka me fol shqip, sepse gjithçka është në vendin e vet, pizzicato, s'ka marimanga, s'ka përlak. E unë kam nevoj mu nisim Prishtina, po. Si shpejt që thojnë. Po. E loqk, kjo, ty të shkon, e thash, vjen era, Prishtinë, Okej, let's go! Faleminderit Kështu që mëj me thonë, shumë. tash studio jote është që ashtu qysh duhet me qenë. Pra, një burllog mbeturin e bukur nga Prishtina e përjetimeve. Sigurisht, Shengül, faleminderit shumë. Faleminderit, kënaqësi që s'ma. Kënaqja. Shihemi herën tjetër kur do të shohësh.